kemi një Këshill Kombëtar të Sigurisë i cili drejtohet nga Presidenti i Republikës. A duhet ky Këshill i Sigurisë të prononcohet në raste të tilla dhe të ketë një lloj filtri në lidhje me atë që ju sapo thatë? Kam kohë që e them që ne nuk kemi Këshill të Sigurisë Kombëtare. Ne kemi të shkruar në kushtetutë që kemi Këshill të Sigurisë Kombëtare dhe për ligjin e forcave të armate kemi Këshill të Sigurisë Kombëtare. Nuk e kemi. Është jo efektiv, sepse jemi vetëm i vend antar i NATO-s që nuk bëjmë një analizë të gjithë informacionet të inteligjencës apo institucionet që merren me çështje sigurisë se kush janë kërcënimet dhe problemet dhe qëndrimet që duhet marrim. Politika jonë e sigurisë është bërë një pazar individual, i qëndrime individuale për të përfituar në mënyrë individuale, jo duke parë atë në aspektin e sigurisë së Shqipërisë dhe në aspektin e sigurisë dhe interesave të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit. Më thoni kur është mbledhur një herë Këshilli i Sigurisë Kombëtare që ke diskutuar për një qëndrim që mbahet në një samit NATO. Po ndoshta për të bërë pak rolin e oponentit është se disa mendojnë që Shqipëria nuk është realisht e rrezikuar nga fuqitë huaja malinje apo nga ndikimet të huaja keqdashse. Referohem këtu me përjashtim të rastit Tiranit, i cili natyrisht kreu një sulm kibernetik ndaj institucioneve tona. Nuk kemi pasur një rast tjetër të sulmeve hibride, të themi, sekundër mund të ketë vepruar Federata Ruse në disa vende të tjera apo investime të mëdha kineze, të themi, apo hua, siç ka qenë rasti Malizzi, apo raste të tjera Sri Lanka e tjerë. Atë po e marr prej kësaj, domethënë, e para një ne jemi akoma antar të 17+1, që është 14+1. Ka mundësi të më thoni pse jemi antar të saj? Do është një marrëdhënie çikësh e fjetur, por në raporte kur ndryshon gjeopolitika mund të rindizet. Dhe Shqipëria si një vend antar i NATO-s duhet të kuptojë që kjo marrëdhënie është në dëm të interesave të shqiptarëve. Dhe prandaj thash që duhet ta shikojmë realitetin ashtu siç është. Ju thoni që nuk ka, po ju them që Shqipëria ka qenë nga vendet më problematike. Ne kemi pasur flamurin e Kinës në aeroportin ton kryesor, apo jo, që është infrastrukturë kritike. E kemi pasur në industrinë mobile, që është po ashtu infrastrukturë kritike. E kemi në energji, në fushat e naftës dhe të gazit, që është infrastrukturë kritike. Pra, ja nuk është siguria vetëm çështje ushtarake, është çështje dhe ekonomie, dhe çështje infrastrukturore dhe çështje teknologjie. Dhe duhet të pas sinjalizim dhe presion nga aleatët tanë strategjik në lidhje me këto? Besoj që po, dhe disa ndryshime janë bërë. Mua më kujtohet një debat që kam bërë me zotin Rama në kuvend, kur i thash që nuk mundet që Shqipëria 3 sektor kryesor do të thënë të ketë nën kontrollin e Kinës. Dhe më kthye që kjo është idiotësi sepse ne jemi ekonomi tregu, jemi të hapur. Po, por ka një thënie të ish sekretarit përgjithshëm të NATO-s që përfitime afatshkurtra ekonomike ne nuk mund të shesim sovranitetin dhe sigurinë tonë kombëtare. Dhe prandaj dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europa kanë miratuar një ligj i cili është strikt për sa i përket investimeve tuaja, sidomos në aspektet infrastrukturës kritike dhe të sigurisë. Dhe po ju them, ju thoni që jemi të imunizuar dhe shumë njerëz e kanë këtë bindje që jemi të imunizuar nga influenca e këtyre aktorëve keqdashës. Jo, nuk është kështu. Po ta shikosh gjithë sistemi i survejimit në infrastrukturë kritike dhe institucione shtetërore është një sistem kinez. Sipas ligjit të Kinës, do të thonë çdo kompani që investon është e detyruar të dhënë atë japi shërbime inteligjente kinez. Dhe këtu kemi cënuar dhe privatësinë, kemi cënuar dhe elementë tjerë të rëndësishëm, po ta shikosh çka ndodh te Akshi, është një katastrofë që kërkon një analizë të gjitha. Por kjo që flasim unë dhe ju është një gjë spontane. Unë mund të kem gabim, ju mund të keni drejt. Atëherë kush është institucioni që diskuton këtë? Është Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili merr burimet e inteligjencës tonë ushtarake apo edhe të shtetit, merr të shërbime inteligjente vendeve të tjera, merr informacionet e institucioneve të rëndësishme që merren me çështje sigurisë dhe përcakton një politikë. Nëse Nations Defense Authorization Act, do një miratuar në Kongres dhe nga Presidenti Trump, thotë që Ballkani ka rrezik nga aktor keqdashës siç është Rusia dhe Kina, atëherë më njëherë duhet bësh një analizë se ku jeti në raport me këtë çështje. Dhe nëse ka dhe proxy government siç është Serbia, atëherë kush janë marrëdhëniet tua me këtë shtet? Pra çdo gjë duhet kalojë nëpërmjet një filtri të një interesi sigurisë kombëtare, sidomos për një vend të vogël siç është Shqipëria. Shqipëria gjithmonë ka ecur me bindje që duke qenë antar i NATO-s ne jemi të garantuar. Artikulli 5 është jashtëzakonisht i rëndësishëm, por nuk funksionon me atë dëshirën e madhe siç kemi dashur ne deri tani. Prandaj ndërtimi i kapacitetet të sigurisë dhe analiza e tyre në institucione të rëndësishme si Këshilli i Sigurisë Kombëtare është i domosdoshëm. Dhe unë e them, Shqipëria ka nevojë për një strukturë permanente të analizave të çështjeve të sigurisë që quhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Këtë kanë gjitha vendet anëtare. Duhet kaloni dhe projekte të tilla si Smart City përmes filtrit të... Padyshim që po. Padyshim që po, sepse ti duhet i bësh një vlerësim. Nuk është ajo çka të duket ty e bukur, pas çdo gjë e bukur ka padyshim detaje të cilat mund të jenë kërcënuese për sigurinë, sidomos në aspektin e teknologjisë. Një Shqipëri në këtë nivel teknologjik të njohjes teknologjisë e tjera, të ketë instrumenta mbrojtëse, do në kaq siguruara për qytetarët dhe sigurinë kombëtare, do thotë është një, si themon, një pozicion pak naiv nga ana jon. Prandaj duhet që çdo gjë duhet analizuar. Por që të analizohet duhet një strukturë që t'i analizojë. Dhe unë po them se po mblidhet
presidenti Begaj me Edi Ramën e disa ministra. Jo, është një strukturë e cila nga pikpamja teknike dhe ekspertizës ndërton një informacion të qëndësishëm për të marrë një qëndrim. Unë po i them edhe për atë që ka thatë ju, Rusia dhe Kina, po i marrësh një think tank i cili ka bërë një studim jashtëzakonisht të rëndësishëm, prezentuar te partnerë dhe unë e kam për sa i përket rrezikut që vjen nga Kina dhe nga Rusia. Dikush kur dëgjoj mua thotë, "Ora po ja fut kot këtu, ku ka Kinë këtu dhe nuk ka as Rusi." Jo, mënyra e penetrimit nuk është ajo as me tanke, as me aeroplan, por është penetrim në infrastrukturën kritike, në investime e tjera dhe po ta marr nga ana tjetër, investime tregtare, do me Kinën ka një rritje do në galopante. Dhe në këtë pikpamje duhet parë se ku jemi. Sepse ne gjithmonë e kemi pas këtë fenomen që të shkojmë drejt drejtimi me sy mbyllur dhe pastaj përpiqemi të rriqemi duke shkaktuar dhe pasojë ekonomike dhe sociale në vendin tonë që nuk është normale. Por si vend antar i NATO-s ne duhet kemi një Këshill Sigurie Kombëtare efektiv, duhet kemi një president i parë që kupton konceptin e problemet e sigurisë, duhet kemi një kryeminist që ta kuptojë që nuk janë çështje personale të tij, janë çështje institucionale dhe politika e jashtme e një vendi nuk është dëshirë apo spontanitet. Është një politikë shtetërore dhe kur flitet shtetërore nuk është një qeveri, është institucione shtetërore dhe mundësisht e një kuptimit përbashkët politik pozit dhe opozit. Nga ana tjetër, nga procesi i Berlinit te Ballkani i hapur, nga Ballkani i hapur te Ballkani i mbyllur dhe rikthim në shinat e procesit Berlinit. A mendoni që Shqipëria humbi kohë në këtë proces? Ju si opozitë keni denoncuar në mënyrë të vijueshme, por a pati ndonjë përfitim realisht Shqipëria nga Ballkani i hapur? Jo, pati vetëm një përfitim te Edi Ramës për të bërë show, se nga pikpamja e një raporti konkret nuk ka pas asnjë lloj përfitimi. Për mos thënë në pikpamjen e interesit kombëtar pati një dëm shumë të madh. Se qenia e Kosovës jashtë kësaj marrëdhënie dhe dublimi nga ana e Shqipërisë të interesave të Kosovës është gjithmonë i dëmshëm. Paternalizimi i Tiranës kështu Kosovës është një dëm jashtëzakonisht i madh që i bëhet autoritetet e Kosovës në njohjen reciproke, në dialogun me Serbinë, edhe në marrëdhëniet e partneritetit me BE-n apo dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është e papranueshme. Nuk mund të jesh edhe vëlla me Vučićin edhe vëlla me Prishtinën. Pra duhet dërtuar një raport i drejtë. Un kam pasur bindje, nuk është se kam ndonjë tendencë për të thënë që Serbia është gogoli i Ballkanit. Por Serbia ka përcaktuar që politika e vet e sigurisë dhe politika e vet e jashtme është e lidhur me Rusinë, më shumë se me çdo tjetër dhe nuk ka për të hequr dorë nga kjo. Politikat ekonomike i ka shumë të fuqishme me Kinën, për më tepër është kundër NATO-s, për arsye që përpiqet të shpjegoj me historinë çka ka ndodhur, por mendoj është më tepër sa kaq dhe ajo që është e rëndësishme politikën europiane ka si një lloj mundësie për të qenë pjesë e diskutimit europiane, po jo si një qëllim të vetin nga pikpamja gjeopolitike.